Plaku Sali u ul në prag të shtëpisë, si çdo mëngjes. Gotën e çajit e mbante fort, sikur të ngrohte jo duart, por diçka tjetër brenda tij. Përtej garbit, në livadin e tij, po kullotnin lopët e dhëndrit. Ai nuk tha asgjë, nuk bërtiti, nuk u ankua, thjesht shikonte. Motra e tij, Shpresa, ishte martuar me Axhimin 30 vjet më parë. Sali e kishte dhuruar livadin si prikë, sepse e donte motrën dhe sepse Axhimi në atë kohë ishte si vëlla për të. Kujtonte ditën e dasmës kur kishte vënë dorën mbi supet të dhëndrit dhe i kishte thënë: "Ky livadh është i juaj tani, bëni ç'të doni." Ç'të doni. Axhimi nuk ishte bërë gjë me të për 30 vjet. Vetëm e linte të rritej bari e pastaj e priste për sajnë. Por këtë vit, pa fjalë, pa kërkuar leje, pa thirrur asnjë takim familjar, ai vendosi ta kulloste me lopë. Lopët e tij të reja, që Sali i pa duke shkelur çdo centimetër të asaj toke që dikur e kishte lëruar me duart e veta. Sali ndezi një cigare, megjithse mjeku i kishte thënë të linte. Tymi ngjitej ngadalë, duke u përzier me mjegullën e mëngjesit. Brenda tij diçka po dridhej, jo inat, diçka tjetër. Diçka e ngjashme me një plagë të vjetër që kujton se si është të dhëmbësh, por që s'ka guxim ta pranoj. Axhimi doli nga dera e tij pak më larg, e pa vjerin ullur në prag. Nuk i bërtiti nga larg, nuk tha mirëmëngjes vjer. Thjesht tundi kokën, një lëvizje mezi e dukshme. Pastaj u kthye nga lopët dhe fërkoi njërin nga brirët. Sali nuk e ktheu shikimin. Vazhdoi të shikonte atë livadh, por tani syt i ishin turbulluar. Nuk po shihte barin, po shihte atë që kishte punuar atje si i ri, me djers në balë, me ëndra për një familje, për një shtëpi, për një të ardhme. Kishte dhënë gjithçka për motrën. Dhe tani, ajo tokë po shkelej nga kafshë të huaja, pa pyetur, pa falënderuar. Motra e tij, Shpresa, doli në obor me një kafshat bukë për pulat. Pa Saliun ulur, pa Axhimin pranë lopëve. Nuk tha gjë. Asaj nuk i shkonte mendja për livadhin. Ajo shikonte Saliun dhe shikonte burrin e saj dhe ndjeu atë tension që ajri e mbante si plumb. Por heshti. Sali u ngrit ngadalë, hyri brenda në shtëpi. Mbyli derën pas vetes dhe u mbështet kundër saj. Nuk qante, nuk bërtiste. Thjesht ndjeu diçka që e kishte të pamundur ta shpjegonte. Një mal për motrën që nuk e kishte më. Një hidhrim për dhëndrin që dikur e quante vëlla dhe një maramendje thellë, sikur toka nën këmbët e tij po i ikte. Livadhi nuk ishte çështje toke, ishte çështje besimi. Dhe kullotja e tij tani, pa asnjë fjalë, ishte si një fik që e kthente ngadalë në zemër. Pas disa minutash, Axhimi u afrua pranë gardit, e pa derën e mbyllur të Saliut. Ngrinte dorën për të trokitur, pastaj e uli. U kthye nga livadhi. Lopët kishin ngrënë një pjesë të mirë të barit. Ai u ul në gardh, të njëjtin gardh që dikur Sali dhe ai e kishin ndërtuar bashk. Atje, ulur vetëm, Axhimi ndjeu peshën e asaj që kishte bërë. Jo faj, diçka më e çuditshme. Një ndjenjë që i thoshte se ai nuk ishte marrë vetëm tokë, kishte marrë diçka më të rëndë. Kishte marrë fjalën e tij të dhënë, pa e ditur. Dhe tani, në heshtje, po kthehej prapa. Pas dritares, Sali e pa Axhimin ulur mbi gardh, pa shpatullat e tij të rënduara, pa mënyrën se si mbante duart midis gjunjëve. Dhe për një çast, Sali e pa atë jo si dhëndrin që e kishte tradhtuar, por si djalin që nuk pati kur. Hap derën, doli përsëri në prag. Nuk i foli Axhimin. U ul në shkallët e betonit dhe ktheu shikimin nga livadhi. Por tani, për herë të parë, nuk shikonte lopët. Shikonte barin që do të rritej sërish pranë verën tjetër. Axhimi u ngrit, pa vjerin ulur. Nuk foli. Por bëri diçka që nuk e kishte bërë kur më parë. Ju afrua lopëve dhe i nxori jashtë gardit në rrugicën e ngushtë. I ktheu në stalën e tij.
Livadhi mbeti i zbrazët. As njeri nuk tha as një fjalë, as faleminderit, as më fal. Thjesht Sali vazhdoi të pinte çajin e tij të ftohur dhe Agjimi u zhduk pas derës së stallës. Por në atë çast, diçka ndodhi mes tyre që s'kishte nevojë të shqiptohej. Plaga në zemrën e Saliut nuk u shërua, por dikush e kishte njohur. Dhe Livadhi, tani i vetmuar, nuk ishte më një fush beteje. Ishte thjesht një kujtim i një premtimi që të dy kishin haruar ta rinovonin. Dhe ajo mbeti e pa thënë, e pa shqiptuar, por e ndier në ajrin e ftohtë të vjeshtës. Dashuria që nuk guxon të flas, por që di të hesht së bashku. Pas ditë trashim, i hol, i ftohtë, nga ai që nuk të lag, por të depërton në palc. Sali nuk hyri brenda. Mbeti ullur në prag, me çajin tashmë të ftohur, duke parë shiun që lagte livadhin e zbrazët. Në shtëpinë e Agjimit, shpresa po lutej, jo me zë, jo me buzë, por brenda vetes, duke i rregulluar duart mbi tavolinë. Ajo dinte gjithçka, dinte se çfarë kishte ndodhur midis dy burrave pa fjalë, dhe dinte gjithashtu se kjo heshtje ishte më e fuqishme se çdo britm. Agjimi doli në obor, pa shiun, pa livadhin, pa vjerin e tij të moshuar ulur atje si një statuj. Hapi gojen. Për pak qaste, një fjalë gati sa lindi. Vjer, por fjalën e gëltiti me pështym. Në vend të kësaj, ai bëri diçka që askush nuk e priste. U kthye në stal, mori një kofë të vjetër prej hekuri, e mbushi me qumësht të freskët të lopëve dhe eci ngadalë drejt shtëpisë së Saliut. Nuk tha, ta kam sjell. Nuk tha, për ty. Thjesht e vendosi kovën pranë këmbëve të plakut, u kthye dhe u largua me të njëjtin ritëm, pa nxituar, pa u ndalur. Sali pa kovën, pa qumështin që avulonte leth në të ftohtë. Nuk e preku, nuk e shikoi nga afër, por një ngrohtësi e pazakontë filloi të përhapej në gjoks, ngadalë, si ajo qumështi që ftohej në të ftohtë. Nuk ishte një falje, ishte diçka tjetër. Ishte pranimi që të dy kishin plag, të dy kishin gabuar dhe të dy kishin nevojë për njëri tjetrin pa e ditur. Shiu pushoi, në horizont një reze dielli e fundit qau ret dhe ndriçoi livadhin. Bari ishte i lagur, i përkulur, por gjallë. Një zog i vogël uli për të kërkuar fara në tokën e sapolagur. Sali ngriti syt nga kova. Për herë të parë në atë ditë, buzët ju përsyen leth. Jo një buzëqeshje, diçka më delikate. Një dridhje që i thoshte botës se plaga nuk ishte shëruar, por se dikush e kishte prekur me dorë të butë. Nga larg, Agjimi e pa atë lëvizje të buzëve, dhe u kthye nga shtëpia e tij, por këtë herë hapi më i gjerë, si dikush që sapo ka hequr një peshë nga supet, pa e ditur se e mbante. Në tryezën e Saliut, atë mbrëmje, qumështi zinte vend pranë bukës. Ai nuk e piu, por nuk e hodhi. E la aty si një premtim i heshtur, si një urë që sapo ishte ndërtuar mbi hendekun e 28 orëve të heshtura. Dhe gjumi atë natë erdhi më lehtë për të dy, jo sepse gjithçka ishte zgjidhur, por sepse tani dinin, livadhi ishte vetëm tokë. Por dashuria, e pathna, e fshehur, e mbajtur brenda viteve, ishte ende aty, duke pritur që dikush të guxonte ta prekte me heshtje. Ashtu mbaroi dita, as me lot, as me të qeshura. Vetëm me një kovë qumësht dhe një reze dielli që nuk tha asgjë, por e kuptoi gjithçka.